Të ushqyerit e lopëve qumshtore përfshin deri në 70% të kostës së prodhimit në fermë të qumshtit. Çka është më shumë e rëndësishme është përgjegjësia e farmerit, se si do të arriti shfrytëzoj, ose tash po kthehemi te ajo më herët, se si do të arriti menaxhoj këta faktorë në mënyrë që të arrijë prodhimtarinë e lartë të qumshtit. Derisa te potenciali gjenetik i lopës, farmeri nuk ka gjithmonë qasje shumë të madhe ose qasje shumë të drejtë për drejtë, përpas që sigurisht ai përcaktohet për racën cilën do ta blejë në përputhje me planifikimet e tija për prodhimtari. Ushqimet dhe të ushqyerit e kafshëve konsiderohen si faktori kryesor ose faktori primar i cili është në dorën e fermerit për çdo ditë. Derisa të tjera, sado që ndërhyrjet janë të shtrenjta, sado që kanë kosto edhe ndërtimi i objektit, edhe blerja e kafshës, edhe pajisja, të gjitha. Megjithatë, ushqimet dhe të ushqyerit janë padyshim faktori më i rëndësishëm nga i cili do të varet prodhimtaria ose shkalla, niveli i lartë i prodhimtarisë, po gjithsesi edhe fitimi i fermerit, sepse përmes përzgjedhjes mirë të ushqimeve, përmes organizimit mirë të ushqyerit, fermeri do të arrijë që të shfrytëzoj këta faktorë tjerë që u përmendën, edhe sigurisht të ndikojë në uljen e çmimit ose në uljen e kostës ose në uljen e shpenzimeve të prodhimit dhe sigurisht ta rres atë dallimin ndërmjet shpenzimeve dhe çmimit të shitjes së qumshtit. Ushqimet dhe të ushqyerit e kafshëve duke qenë segmenti më i rëndësishëm në dorën e fermerit në menaxhimin e përditshëm të fermës, po ashtu përbën edhe pjesën më të madhe të shpenzimeve. Sipas gjitha të dhënave, spaku 50% e shpenzimeve të përgjithshme të fermës ose të prodhimit të qumshtit bien deri në 70% bien në ushqimet të ushqyerit, ku pjesa prap më e madhe bjen në përgatitjen e mirë të ushqimit të kafshëve. Një 20% e kësaj pune nënkupton menaxhimin e të ushqyerit, domethënë për përzierjen, përgatitjen, për kombinimin e ushqimeve, mirë, por pjesa më e madhe nënkupton teknologjinë e mirë të përgatitjes së ushqimit. Lopët qumshtore, duke qenë ripërtëps, kanë aftësi që të përpunojnë ushqimet cilat në kushte normale janë të papërpunueshme për kategori tjera të kafshëve, po edhe për njeriun. Balancimi racioni ditor të ushqyerit e lopëve qumshtore ndryshon, varësisht nga faza e prodhimtarisë. Nëse i marrin bimet shumë të njuma ose shumë të reja, ato nuk kanë arritur fillimisht rendiment, që sigurisht për fermeri nuk është profitabile të sjell pak kilogram ose pak ton ushqim, po në kuptimin nutritiv ato kanë shumë ujë. Edhe uji është njëri prej këtyre faktorëve që ne i quajmë e bën këtë vëllimin e madh. Uji është absolutisht elementi më i rëndësishëm ushqyes, dikush e quan ushqim, dikush lëndë ushqyese, po në ushqime ne mundohemi që ta menaxhojmë shumë sakt sasinë e ujit, sepse ai nëse ka shumë ujë do të ketë pak vlera tjera ushqyese që janë energjia, proteinat, mineralet dhe gjëra tjera. Domethënë grupi ose pjesa e parë e racionit për ripërtypsin, për lopën qumshtore në këtë rast, janë ushqimet voluminoze, të cilat në fazat caktuara të prodhimtarisë duhet të menaxhohen mirë. Duhet potencohet që shumica e fermerëve, po flasim për fermerë ndoshta jo shumë të avancuar, ende nuk kanë arritur ta kuptojnë drejt se prodhimtaria e qumshtit organizohet në shumë faza. Domethënë nuk është njëjtë sikur në fillim prodhimit të qumshtit, sikur në prodhimtarinë pak më vonë, edhe në fund ose në tharjet që ne e quajmë. Shkurtimisht ndoshta është më rëndësi me i përmend vetëm disa prej fazave më të rëndësishme, pa hyrë shumë në detale, që praktikisht janë të rëndësishme me i njoftë në mënyrë që me bën një lloj organizimi pastaj të ushqyerit. Faza që shumica e fermerëve konsiderojnë të parën është faza e paspjelljes ose faza e të ushqyerit të lopëve të posapjellura, e cila në terminologjinë profesionale ose në literaturën profesionale bën pjesë një fazë që quhet faza e tranzicionit, e cila praktikisht e përfshin edhe periudhën kur lopa nuk milet, ne e quajmë periudha e tharjes, e ajo zakonisht fillon një 2 muaj para pjelljes, edhe përfundon një muaj mas pjelljes. 21 ditë për lopët që kanë më shumë se 2 pjellje, ndërsa 28 ditë për lopët ose për mështjerat që pjellin për herë të parë. Domthonë kjo është ndër fazat më kritike, sepse
ka të bëjë me një ndërhyrje shumë të madhe, shumë me thënë radikale në sistemin e të ushqyerit, edhe në sistemin fiziologjik të kafshës, sepse prej një numrit të madh të ushqimeve duhet redukohen ushqimet në mënyrë që lopat mos prodhojnë qumsht, pastaj të përgatitet për pjelljen, duhet rikthehen ushqimet edhe në sasi edhe në cilësi, në mënyrë që lopat jetë e përgatitur që menjëherë pas pjelljes ta përballoj këtë, prandaj quhet tranzicion, këtë kalimin prej lopës bardhë në lopë që do të milet, e që në shumicën e herave është shumë e ndihshme edhe përcillet me probleme shumë të mëdha. Të ushqyerit e drejtë të lopëve kontribuon në rritjen e efikasitetit dhe reproduksionit, si dhe ngrit cilësinë dhe sasinë e qumshtit të prodhuar. Në ato plot faktorë që janë që ndikojnë prodhimtaritë të qumshtit, megjithatë njeriu është shumë i rëndësishëm, i cili qoftë fermeri me ndoshta jo në edukim shumë klar, ose jo domosdoshmërisht akademik, qoftë vetë me përvojat e tij, me trajnimet e vita, qoftë përmes konsulencës, me ekspert, me bashkëpunëtor, me angazhim drejt për drejt ose indirekt, t'i shfrytëzoj njohuritë edhe ta shfrytëzoj këtë kafshë që në rrethana tjera ne që merremi me këtë problematikë dëshirojmë ta quajmë një lloj fabrike, për faktin se me të vërtetë arrin t'i përpunoj ushqime të cilat janë pas një vlerë për njeriu në produkte shumë të vlefshme, siç është qumshti, mishi e produkte tjera që përfitojnë prej tyre. Kështu që ja vlen angazhimi me pothuajse njëjtën kosto, pa investime shtesë, pa pajisje shtesë, vetëm të respektohen afatet, të respektohen normat e caktuara për secilën veprimtari, edhe arrihet me u zbut çaj deficit ose ai debalans i cili sigurisht do të ketë kosto nëse nuk menaxhohet mirë. Faza e dytë e prodhimit të qumshtit është faza që fillon realisht sipas ka edhe sisteme ndryshme të grupimit, por zakonisht në sistem që është tashmë bashkëkohor, e merr këtë fazën prej 21 ose 28 ditë deri në 100 ditë, pastaj prej 100 deri në 200, edhe prej 200 deri në 300 është faza e fundit ose parafundit e prodhimit të qumshtit, që sigurisht të gjitha këto i përmenda me qëllim që të kihet parasysh pse ndron sasia e qumshtit, ndallon cilësia e qumshtit. Për shembull, në ditët e para të prodhimit të qumshtit, kafshët prodhojnë kulloshtër, e cila është sigurisht një prej ushqimeve edhe dikush e quhen edhe ilaçeve më të mira për viçin. E vlera e kulloshtës krahasim me vlerën e qumshtit dallon shumë. Derisa për shembull qumshti normal përmban 3.5-4% yndyrë, edhe dikon 3-4, 3,5, 3.5% proteina, kullostra ka 2 fish gati më shumë yndyrë, e ka 3-4 fish më shumë proteina, 2-13% proteina, cilat sigurisht lopa duhet ketë prej çka ti prodhoj. Çdo organizëm në përpjekje për me kry ta quajmë detyrën që e ka, e lopa si lopë, si unë e quajta jo kët, si nanë që është, ajo qumshtin, prodhimi i qumshtit është instinkt i nanës, ajo provon që atë deficit ta plotësoj prej rezervave të trupit. Domethënë ka një sasi të yndyrës që deponohet si energji rezervë, edhe thash ajo do të provoj që atë mungesë të energjisë në ushqim ta plotësoj përmes mobilizimit të indeve dhjamore, në mënyrë që ti plotësoj kërkesat për energji. Mirë po, edhe kjo e ka një kufi. Nëse deficiti është i madh, edhe përpjekja për mobilizim të energjisë është e madhe, atëherë zbërthimi nuk është bash i lehtë, edhe zakonisht paraqitet një prej problemeve shumë të rënda në fermat e lopëve qumshtore, që janë disa çrregullime, disa ketoza quhen, të cilat munden me qenë smundje, por në disa raste munden me përfunduar edhe shumë keq, sepse ata trupsat ketonik kur kalojnë në gjak dinë me qenë edhe helm. Pjesa e dytë e ushqimeve të cilat e përbën racionin për lopë qumshtore janë ushqimet e koncentruara, ose ushqime të cilat nuk kanë vëllim të madh, mirë po kanë vlerë më të madhe ushqyese për një si peshë. Grupi më i madh i ushqimeve të cilat përdoren si ushqime të koncentruara janë drithrat, për të cilave misri është definitivisht ushqimi më i përshtatshëm për gjitha kafshët, pra edhe për lopët qumshtore. Mund në sasi të caktuara të përdoren edhe drithrat të tjera. Drithrat përdoren me qëllim që të plotësojnë pjesën e energjisë në racion, e cila sigurisht është grupi më i rëndësishëm i kërkesave. Grupi tjetër i kërkesave për plotësim të racionit janë ushqimet proteinike, ose ushqimet të cilat e plotësojnë këtë lëndë ushqyese.
Edhe normalisht në shumicën e fermave të Kosovës tashmë përdoren ushqimet proteinike, prej cilave më të rëndësishmet janë, ne i quajmë ushqimet që mbesin si në produktet industrisë për punimit vajit, ose të binjve vajore, e në terminologjinë shkencore quhen bërësitë e binjve vajore, prej cilave më rëndësishme është bërësia e sojës, pastaj në kushtet e Kosovës është shumë e përshtatshme bërësia e lëdiellit, mirë po, bërësia e sojës ka vlerë më të madhe proteinike, prandaj sugjerohet sidomos te kafshë me prodhimtari të lartë. Pjesa dërmuese e fermerëve nuk bojnë analiza kimike të ushqimit, edhe zakonisht i përdorin vlerat prej tabelave, cilat mund të jenë prej burimeve të jashtë Kosovës ose prej burimeve të mëhershme, duke ditë që bimët kultivohen në toka të ndryshme, kultivohen në kushte agroklimatike të ndryshme, në sezonat ndryshme në cilat mund të ketë më pak ose më shumë shi, kositën ose korrën në termine të ndryshme, atëherë është e nënkuptueshme që dhe vlera ushqyese e tyre mund të ndryshojë. Edhe sigurisht, përdorimi i tabelave ose i vlerave shablon mund të ketë për pasojë ose dhënien e më pak vlerave ushqyese se sa janë kërkesat, mirë po ka po ashtu raste kur edhe teprohet, që prap nuk është mirë. Për më shumë këshilla, vizitoni faqen www.këshillabujqësore.com.